Përshëndetje zonja dhe zotëri, ju flas drejt për drejt nga studio Info Magazines Nuklear Kosova. Unë jam Kushtrim Sadiku, do jem bashkë me ju gjatë minutave në vazhdim. Këto ishin zhvillimet kryesore që shënuan ditën. Qeveria e Kosovës e ka cilësuar të papranueshëm veprimin e Serbisë për arrestimin e drejtorit rajonal të policisë në Mitrovica Thaqit në Serbi. Ministri i Jashtëm Hoxha e pozitohet se do të jap maksimumin për lirimin e tij. Thaqi është dërguar në Nish përsëri. Kryeministri i vendit Isa Mustafa ka kërkuar të rishikojnë listat e veteranëve të UÇK-s sepse nuk kanë para për të paguar 30.000 veteranë. Nga ana tjetër, veteranët protestuan sot dhe porositën Mustafën të mos luajë me pensionet e tyre. Qytetarët janë shumë pak të informuar lidhur me dialogun ndërmjet Kosovës dhe Serbisë dhe ky konstatim del nga hulumtimi që u shpaloset nga Instituti Demokratik i Kosovës. KDI rekomandon për më shumë transparencë në këtë proces për çështjen e veteranëve të ushtrisë lirëtare të Kosovës dhe pensionet e tyre. Do të debatojmë sot në studion e Info Magazines me zotin Agim Krasniqi, zëvendës ministër i financave të Kosovës, dhe zotin Xhevdet Qeriqi nga Këshilli për mbrojtjen dhe drejtat e veteranëve të UÇK-s, cilët sot kanë organizuar një protest. Edicionin e sotëm të Info Magazines e nisim me lajmin e fundit. Lajmi i fundit vjen nga Brukseli dhe thotë se pas 5 ditësh të takimeve intensive për çështjet e kodit telefonik në Bruksel nuk është arritur ende marrëveshje për zbatim me gjithë përparimet e vogla në disa aspekte. Është lajmi i fundit, por për të na konfirmuar këtë dhe për të na shpalosur detaje tjera se çfarë ngjau në Bruksel, lidhem drejt për drejt në telefon me ministrën e Kosovës të ngarkuar me dialog dhe njëkohësisht shefën e delegacionit teknik të palës kosovare në dialog me Serbinë, Edita Tahiri. Zonja Tahiri, përshëndetje. Atëherë mund na konfirmoni se nuk ka marrëveshje nga 5 ditët që janë zhvilluar negociata në Bruksel me palën serbe për kodin telefonik? Po, bisedimet sapo përfunduan. Por nuk pati përfundim të marrëveshje. Tonë edhe të faktit në sërbe kretë të reditve ka pasë. Zonja Tahiri, për shkaqe teknike do të detyrohemi të ndërpresim këtë lidhje telefonike për të provuar edhe njëherë për pak qaste për të na shpalosur detaje. Natyrisht është në interes të gjithë opinionit publik dim se çfarë ka ngjarë në Bruksel dhe pse në fakt nuk është arritur marrëveshje. Ju lutem, ju kërkoj ndjes, por nëse mund të ndroni vend për shkak të valve telefonike në mënyrë që të kemi një komunikim sa më të mirë me qytetarët dhe me shikuesit e Klan Kosovës në këto momente. Do të tentojmë që për pak qaste të bëjmë edhe një lidhje me zonën Edita Tahiri, ministrja e Kosovës, ngarkuar me dialog dhe njëkohësisht shefe e delegacionit teknik në bisedimet me Serbinë në dialogun e Brukselit. Do të citoj për pak qaste se çfarë ka deklaruar pak momente më parë ministra për dialog, derisa të vendosim një lidhje të mirë, po besoj. Ministrja Tahiri ka thënë se gjatë gjithë kësaj kohe delegacioni i Kosovës ka mbrojtur interesat e shtetit dhe ka mbrojtur marrëveshjen për Telekom dhe planin aksional dhe kategorikisht ka qenë i vendosur të mos pranojë kërkesat e palës serbe që dalin jashtë marrëveshjes për Telekomin. Siç është thënë edhe më përpara, pala serbe duke e shkelur marrëveshjen ka kërkuar shtrirje të antenave të Telekomit në gjithë Kosovën dhe ka patur tendenca për të uzurpuar asetet e Telekomit të Kosovës. Nga regjia më bëjmë dije se e kam përsëri në lidhje të drejt për drejt zonën Tahiri. Zonja Tahiri, po besoj që lidhja telefonike është shumë më e mirë në këto moment, apo jo? Përshëndetje, Kushtrim. Atëherë mund na konfirmoni në fakt se nuk ka marrëveshje dhe çfarë ngjau në fakt në Bruksel pas 5 ditësh bisedime? Bisedimet 5 ditë që tash sa përfunduan, por nuk pati marrëveshje përfundimtare përveç disa të vogla. Asia që nuk pati marrëveshje dhe me faktin që pala serbe ishte kërkesa jashtë marrëveshjes Telekomit dhe ne ishim të prerë se vijat e kuqe janë vetëm ajo që kemi marrë vesh me marrëveshjen e Telekomit. Ata kërkuan që të shtrihen antenat e kompanisë re
me gjithë Kosovën dhe ne i kundërshtuam se marrëveshja flet për një licencë të kufizuar, në këmbim të asaj që Serbia duhet të dërgojë letër IT-s me të cilën pajtohet kodin telefonik për Kosovën. Dhe tendenca e dytë ishte që të uzurpojnë disa nga asetet e Telekomit Kosovës, gjë që është në kundërshtim me marrëveshjen për Telekomin. Cili ka qenë pozicioni që ka insistuar Pala Kosovare, që keni insistuar ju në këto bisedime 5 ditëshe? Pozicioni jonë ka qenë pozicion i mbrojtjes së marrëveshjes për Telekomin. Me marrëveshjen për Telekomin, Serbia duhet shkruaj letër IT-u se pajtohet me kodin shtetëror telefonik për Kosovën, ndërsa ne japim një licencë të përkohshme dhe kufizuar një kompani të re që do të jap shërbime mobile në Kosovë. Pra ka patur përparime, zonja Tahiri, në fakt në këtë çështje, një komunikat më herët të dërguar nga qeveria e Kosovës me një fjali e thekson se ka patur përparime. Besoni se Pala Serbe do e pranojë këtë pozicion tuajin? Përparimet kanë qenë krejtësisht të vogla, to janë 2 çështje të mëdha ku Serbia ka shkel marrëveshjen duke kërkuar pra gjërat që shkojnë jashtë marrëveshjes. Dhe ne kemi bërë të qartë, ajo që jemi marrë vesh dhe ajo që është nënshkruar në vitin 2013 për marrëveshjen e Telekomit, vetëm për atë jemi të gatshëm të zbatojmë marrëveshjen. Dhe kjo do të thotë se ju nuk jeni të gatshëm fare të lëshoni pe nga pozicioni juaj, zonja Tahiri, apo jo? Pikërisht ne as që kemi lëshuar pe dhe as nuk do të lëshojmë pe edhe në të ardhmen. Vetëm për atë çka jemi marrë vesh me marrëveshjet Telekomit, ne jemi të gatshëm si gjithnjë, vetëm me zbatuar atë që jemi marrë vesh. Si ka mbetur? Çdo kërkesë jashtë kësaj do të refuzohet plotësisht. Si ka mbetur agenda tani, do ketë përsëri takime për të patur mundësi për të negociuar edhe një herë që të gjendet një ujdi, zonja Tahiri? Në bazë të asaj që u angazhua Bashkimi Evropian në përfundim të takimit, ata kërkuan pra që të ne të mbetemi bashkëpunues dhe do të ftojnë takim të radhës. Unë natyrisht përkrah këte, po kërkova nga Bashkimi Evropian që ai si palë e ta interpretoj marrëveshjen në mënyrë që edhe Pala Serbe ta kuptoj se çfarë thot marrëveshja dhe të mos bëj devijime sipas tekeve të saj. Zonja Tahiri, a është diskutuar për pas çështjes së Telekomit, për cilën ju e qartësuat se nuk ka një ujdi? A është diskutuar me zotin Gjurić apo me Palën Serbe për arrestimin e drejtorit rajonal të policisë në Mitrovic? Ne atë thashë nga autoritetet serbe. Nuk po ju dëgjoj. Edhe një herë, po e përsëris pyetjen, zonja Tahiri, po besoj që tani jemi në linjë më të mirë. A është diskutuar me zotin Gjurić dhe me Palën Serbe për arrestimin e drejtorit rajonal të policisë në Mitrovic në atë thashi? Dje dhe sot kam shtruar e çështje dhe kam kërkuar edhe nga Pala Serbe dhe nga Bashkimi Evropian që të angazhohen që më njerë të lirohet zoti Thaçi. Si dhe ja kam bërë me djetë Serbisë se kjo shkelje marrëveshjes për zhvilljen e lirë dhe se do të detyrojnë edhe ne të zgjidhim reciprocitet në këto çështje. Pra, në mënyrë që të marrë Serbia një mësim prej këtyre cilëve arrogante. Sepse Serbia në vend se të pranojë përgjegjësinë për gjenocidin në Kosovë, vazhdon edhe më të tjera destruktive. A e rrezikon dialogun, zonja Tahiri, ky veprim i autoriteteve serbe? Unë e kam menduar për këtë çështje dhe mendoj që të hanën kur të jemi në dyre të Kosovë do të bisedojmë me qeverinë e Republikës së Kosovës dhe kryeministrin, sepse për këtë çështje nuk ne vendim politik nga qeveria e Kosovës, prandaj vetë nuk kam diskutuar të them se çfarë do të jenë masat tona të reciprocitetit. Edhe një pyetje krejt e fundit, zonja Tahiri, sot është publikuar një raport nga Instituti Demokratik i Kosovës, një hulumtim që është përfaq një konstatim se qytetarët janë shumë pak të informuar fakt lidhur me dialogun Kosovë-Serbi që po ngjan që nga viti 2011 në Bruksel dhe krejt kjo si pasojë e mungesës së transparencës. A nuk është shqetësuese për juve kjo? Unë nuk pajtohem me këtë konstatim sepse qytetarët tanë janë duke i shfrytzuar produktet apo shërbimet që i ka mundësuar, apo zgjedhjet që i ka mundësuar dialogu i Brukselit, që nga lëvizja e lirë që tani lëvizin pra në Serbi dhe me përgjithësi për
udhëtimet e tyra në Evropë. Çështja e reciprocitetit tani që e vendosëm në automjete, ne grumbullojmë dogana dhe taksa, tashma shkojnë në buxhetin e Kosovës edhe nga Pikalimet, Jarinje dhe Bërnjak. Autoritetet e Serbisë vetë Kosovës kanë bashkëpunim kuadër modelit të hetimit të frerë parë mas marrëveshjes së dialogut edhe qytetarëve të Serbisë që nga 2011 kontrollohen kur hyn në shtetin e Kosovës, e të tjera shërbime dhe zgjidhje që i ka dhënë ky dialog. Po kryesorja është që për diasporën, e cila gjithmonë ka udhëtuar një linjë të gjatë për të ardhur në Arbet, tani ata kanë kursime të mëdha, për shembull një kalkulim i joni thotë që deri 700 apo 800 euro në një udhtim kursejnë, sepse është kurtuar rruga e ardhjes në Kosovë. Pastaj kemi hequr tarifat e sigurimit të automjeteve dhe shumë produkte tjera. Pra, dialogu dhe marrëveshjet kuptohen përmes produkteve që po i ofron ky dialog. Zona Tahiri, faleminderit shumë që ishe me neve në këtë linjë të drejt për drejt telefonike për të na shpalosur informacionet më të reja nga Brukseli. Faleminderit për ushtrim, mirupafshim. Ne vjojmë tutje në temën e njëjtë, është edhe deklarata e kreut të delegacionit sërb, Marko Gjurić, i cili konfirmon për mediat e Serbisë se nuk kanë arritur që të gjendet një marrëveshje për çështjen e telekomit. Në fakt një informacion që vjen me njëherë në këto momente. Nuk kemi arritur, thot Gjurić, të krijojmë ose të bëjmë, të hartojmë një marrëveshje për telekomunikacionin për enklavat sërbe dhe jemi të gatshëm që edhe më tutje të vazhdojmë negociatat atëherë kur Bashkimi Evropian do të vendoste për një datë të re. Ndërkohë, me dialogun Kosovë-Serbi, mbesim edhe më tutje, por flasim për një hulumtim që Instituti Demokratik i Kosovës e ka realizuar dhe ka publikuar sot gjatë ditës, dhe këtu del në sipërfaqe edhe ideja se qytetarët e Kosovës janë shumë pak të informuar për atë se çfarë ndodh në Bruksel, për marrëveshjet që janë arritur ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Që nga viti 2011 kjo si pasojë e mungesës së transparencës, Lindita Dedinca na sjell kronikën. Janë bërë 5 vjetë që kur ka nisur dialogu në mes Kosovës e Serbisë i ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian, por qytetarët e vendit nuk është se dinë shumë për këto bisedime të zhvilluara në Bruksel. Ky konstatim vjen nga një hulumtim i realizuar nga Instituti Demokratik i Kosovës, i cili u shpalos për publikun të premten. Shihet një pakënaqësmëri e skajshme qytetarëve me nivelin e informimit, një nivel goxha i lartë i panjohurive të procesit të dialogut në përgjithësi nga qytetarët, një kërkesë për informim më e madh nga qeveria duke pasuar nga kuvendi dhe si dhe njëjtën kohë është parë dhe një hezitim i qytetarëve për qenë pjesë e dialogut. Rezultatet e përmbledhura në raportin Transparenca e dialogut Kosovë-Serbi janë nxjerrë nga 1065 qytetarë nga zona urbane e rurale, duke ju përgjigjur 5 pyetjeve të parashtruara nga hulumtuesit. E gjetur kryesore nga ky hulumtim del se 43% e qytetarëve të Republikës Kosovës nuk janë ndjeni për asnjë nga marrëveshjet e arritura në procesin e dialogut. Sipas raportit, qytetarët kanë pak më shumë njohuri për marrëveshjen në themelimin të Asociacionit të Komunave Serbe, për rivitalizimin e urës së Ibrit në Mitrovicë dhe për lëvizjen e lirë të qytetarëve. Për mungesë informimi rreth procesit të dialogut sipas Muratit, respondentët kanë fajsuar qeverinë, kuvendin e më pak deputetët, kryetarët e komunave, mediat e shoqërinë civile. E ndryshe nga shqiptarët, të cilët fajsojnë qeverinë, sipas hulumtimit serbët fajsojnë kryetarët e komunave. Jeta Krasniqi nga Instituti Demokratik i Kosovës shpalosi rekomandimet se çfarë duhet të ndryshojë në rrjedhën e dialogut Prishtinë-Beograd. Të rritet transparenca e marrëveshjeve të cilat është arritur, duke artikuluar qartë të qytetarët se cilat janë efektet praktike në jetën e qytetarëve dhe në jetën e funksionarizimit të shtetit me marrëveshjet të cilat arrihen. Njëjtën kohë të bëhet edhe transparencë në progresin e zbatimit të këtyre marrëveshjeve, si dhe artikulimi i qartë i sfidave në të cilat gjehen për zbatimin e këtyre marrëveshjeve. Krasniqi po ashtu shtoi se edhe elementi i komunikimit të klasës politike me qytetarët është i një rëndësie të madhe. Sipas saj, 57% e respondentëve kanë deklaruar se nuk janë të gatshëm të jenë pjesëmarrës në diskutime për këtë proces, si rezultat i mungesës së informimit.
Drejtori rajonal I Policisë Kosovës për zonën e Mitrovicës Nehat tha që është dërguar përsëri në Nish nga Beogradi, ndërkohë Prokuroria Speciale në Serbi ka qartësuar se deri në orën 20 sot do të merret një vendim I ri se çfarë do të ndodhë pra me fatin e Nehat Thaqit I cili po mbahet ende nga autoritetet serbe atje. Dhe kur flasim për rastin e tij është kryediplomati kosovar Enver Hoxhaj, I cili është zëtuar se do të bëhet maksimumi dhe se Ministria e Jashtme dhe diplomacia kosovare po angazhohet shumë për rastin e tij. Enver Hoxhaj sot ka komunikuar me gazetarët nëpërmjet një konferencë për media ku ka paralajmëruar 3 njohje të reja, por ka patur akuza të rënda ndaj Serbisë. Ne ndjejmë detajet nëpërmjet kësaj kronike të Besnik Tahirit. Enver Hoxhaj po pret përgjigje të shpejt nga Serbia. Këtë rezultat kryediplomati kosovar po pret nga autoritetet e Beogradit lidhur me arrestimin e shefit rajonal të policisë të Mitrovicës së Jugut Nehat Thaçi. Unë thashë s'po du me ndërhim proces, kështu që është më mirë zoti Nehat Thaçi të lirohet se sa unë të marrë një lajm pozitiv për Juve që me shefi kisha pas, se na në politika ndodhesh nëse ndodh media. Po mes pozitës ti dhe pozitës time, ja favor pozitës e në atë Thaçit më mirë të lirotaj. Rasti Thaçit ishte vetëm njëri nga shumë temat të cilat ministri I jashtëm I Kosovës si shtroi në një konferencë për gazetarë. Hoxhaj paralajmëroi se Kosovës do t'i vinë 3 njohje të reja shumë shpejt, ndonse nuk specifikoi detaje. Mund të them që deri në fund të vitit do të jenë 3 vendet të cilat do ta njohin Republikën e Kosovës dhe disa nga vendet do të kenë edhe peshë të veçantë me njohjen që do ta shpallin gjatë javëve apo muajve në vijim, po jam mësë I sigurt që numri I njohja Kosovës do të pëson në rritje. Ky deklarim I kryediplomatit kosovar erdhi në ditën kur ambasadore e Izraelit në Beograd Alona Fisher e tha se Tel Avivi zyrtar nuk e ka ndërmend tani e pavarësinë e Kosovës. Megjithatë, Hoxhaj thotë se situata nuk është aq e keqe. Të kemi një çështje të menduar mirë, të qartë ku çfarë presmi na prej Izraelit se kur mund të merret vendimi, ne do ta shohim. Por nëse ka një koncept menduar mirë, këto vende mund të lëvizën dhe do të lëvizin. Derisa shpjegoi punën që po e bën diplomacia kosovare për forcimin e shtetësisë së Kosovës, kryediplomati nga Prishtina tha se edhe në margjinat e asamblesë së OKB-s në New York, diplomatët evropian I kujtuan kushtin për heqjen e vizave. Ratifikimi I demarkimit është kusht I vetëm madhor që ka dhe besoj që këtë punë e dini ju, besoj që ju kanë thënë edhe të tjerëve të cilët kanë qenë në Bruxelles. Hoxhaj tha se diplomacia kosovare do të ketë kujdes të veçantë se si dhe kur do të bëhet rikandidimi I Kosovës për t'u antarësuar në organizatën UNESCO. Natyrisht që ne studiojmë në detaje rrugët legale, procedurat teknike për të qenë agjent, për të hyrë në agjent që të tjerë të votojnë për neve. Në këtë parashitje, për media, shefi diplomacisë adresoi kritika ndaj Serbisë, shtet të cilën e akuzoi se po luan një rol negativ, duke penguar Kosovën në arenën ndërkombëtare. Se Serbia po luan një rol negativ në raport me Kosovën, po pajtohet dhe Ministri I Punëve të Brendshme të Kosovës Skënder Hyjseni. Edhe ai sot ka folur për rastin e Nehat Thaçit, kur ka deklaruar se qeveria po bën çmos në fakt për t'u angazhuar rreth fatit të tij. Ne ndjekim bashkë deklaratën e Skënder Hyjsenit. Arsyeja me mos deklarimet është ekskluzivisht edhe nga ana ime edhe nga Ministri Hoxhaj, që të mos e vështirësojmë përpjekjet, të mos e komplikojnë përpjekjet në kanale diplomatike për lirimin e shpejt të zotit Thaçi. Natyrisht që ne presim që kjo të ndodhë sa më shpejt. Kosova është shtet I pavarur dhe sovran, dhe marrëdhëniet e veta me shtetet përreth I ekzekuton përmes Ministrisë të Punëve të Jashtme. Mbase ky rast është përmendur edhe sot në takimin që drejtori I Policisë së Kosovës Shpend Maxhuni ka bërë me presidentin e Kosovës Hashim Thaçi, ky I fundit u pa në presidencë në fakt kur I referohem Shpend Maxhunit, ndërka zyrtarët e presidencës kanë deklaruar se ishte një takim I rregullt I presidencit me drejtuesit e institucioneve të sigurisë, duke mos dhënë detaje tjera.
Ne vazhdojmë tutje me informacione. Ambasadorja sapo zgjedhur e Izraelit në Serbi, Alona Fischer, ka deklaruar se qeveria izraelite nuk ka ndryshuar qëndrim për mosnjohjen e pavarësisë së Kosovës dhe se do të punojnë në përmirësimin e marrëdhënieve me Serbinë, sidomos në fushën e ekonomisë. Do ta them shumë qartë, qëndrimi im nuk ka ndryshuar, nuk do ta njohin Kosovën, ka thënë Fischer për gazetën serbe Blic. Ajo po ashtu ka thënë se bashkëpunimin mes Serbisë e Izraelit do të përmirësohet edhe më tutje. E në Izrael gjithçka ka qenë fokusuar në ceremoninë martore për ish presidentin dhe ish kryeministrin Shimon Peres. Shumë personalitetet njohura botërore kanë marrë pjesë në varrimin e tij. Ne bashkë ndjekim detajet. U kthye në Izrael për herë të parë pas 6 vitesh. Presidenti palestinez Mahmud Abbas dhe kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu shtrënguan duart dhe shkëmbyen pak fjalë në funeralin e ish presidentit izraelit Shimon Peres këtë premtë. Në ceremoninë martore, krahas qytetarëve të shumt po marrin pjesë dhe 10 lider nga i gjithë rruzulli toksor. Mes tyre edhe presidenti amerikan Barack Obama. Por fjala ju dha ish presidentit amerikan Bill Clinton, i cili kishte ndërmjetësuar në arritjen e marrëveshjeve paqësore të viteve 90 mes Izraelit e Palestinës. Ceremonia e cila po mbahet në Jeruzalem po zhvillohet në masat e rrepta sigurie. Vetëm dje më shumë se 50.000 njerëz kaluan para trupit të pajetët të ndjerit si shenjë për të ndëruar veprimtarinë e Perezit. Ish fituesi i çmimit Nobel, Perez u nda nga jeta të mërkurën pas një sulmi në tru në moshën 93 vjeçare. Ai do të prehet në varrezat kombëtare të malit Herzl në Jeruzalem. Në kthehemi edhe njerë zhvillimeve në vend është kreu i lëvizjes vetëvendosje Visari Meri, i cili ka thënë se arrestimi i drejtorit të policisë për rajonin e Mitrovicës në Athaqit shpërfaq edhe njerë në nështrimin politik të Kosovës, karshi Serbisë. Në një postim në llogarinë e tij në Facebook, Meri ka shkruar se në njërin anë Serbia arreston drejtorin e policisë së Kosovës, e në anën tjetër qeveria e Kosovës flet për marrëdhënie të mira me Serbinë. Isa Mustafa po hesht duke besuar që heshtja e tij e zbut Serbinë dhe duke heshtur kemi rënë kaq poshtë. Nëse vazhdohet me heshtje, edhe arrestime tjera do të pasojnë. Zatën, kur nuk ja kërkon Serbisë dëm shpërblimi për luftën, ajo do t'i vazhdojë dëmtimet edhe në paqë. Sipas parit vetëvendosit, nuk ka normalizim të marrëdhënieve as marrëveshje me Serbinë pa e njohur njëherë ajo pavarësinë, sovranitetin dhe integritetin territorial të Republikës së Kosovës. Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa ka thënë se qeveria nuk ka dhe nuk mund të paguajë mjete veteranëve të luftës së ushtrisë çlirimtare të Kosovës që janë futur në listë pa patur merit. Mustafa tha se kur më herët kanë biseduar me komisionin, ata i kanë garantuar që numri duhet të jetë rreth 12.000, ndërsa sipas tij tash është 30.000. Kryeministri tha se nëse paguajmë për ata që nuk e meritojnë paranë publike, rrëshqasim në punë korruptive. Ai më tuti ka shtuar se qeveria është në gjendje të rëndë në aspektin financiar, duke përmendur edhe marrëveshjen me Fondin Monetar Ndërkombëtar. Ndërsa ministri i punës dhe mirëqenies sociale Arban Abrashi ka thënë se qeveria është në konsultim për gjetjen për pagesat e veteranëve të luftës për muajin shtator, që është rreth 1.7 milion euro. Derisa ministri i financave Abdullah Hoti ka thënë se ka qenë pamundshme që të ekzekuton këto mjete, sepse sipas tij gjitha paratë parapara janë shfrytzuar, derisa ka shtuar se numri i veteranëve ka arritur në 28.000. Kur jemi tek veteranat, ata kanë protestuar sot para ndërtesës së qeverisë së Kosovës, kanë paraqitur pak kërkesa, në fakt 5 kërkesa të veçanta për ekzekutivin kosovar, por numri i protestuesve ka qenë i vogël. Le të ndjekim nëpërmjet kësaj kronike se çfarë ngjau atje dhe më specifikisht se cilat ishin kërkesat e veteranëve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Me flamore mes tem të UÇK-s jam mësuar ndërtesës së qeverisë. Ndonë se në një numër jo të madh veteranët e ushtrisë çlirimtare të Kosovës si shfaqin pakënaqësitë e tyre para ndërtesës së qeverisë së Kosovës. Të shfuqizohet vendimi i fundit i Ministrisë Punës dhe Mëshirës Sociale, i cili i dëmton të drejtat e familjarëve të dëshmorëve
Kërkesa e dytë është që mos të luhet me pensionet e veteranëve të luftës, pra të bëhet një zgjidhje afatgjate e buxhetit për këtë kategori. Kërkesa e tretë që ish pjesëtarët e TMK-s dhe FSK-s të kryhen obligimet që garanton ligji për këtë kategori. Kërkesa e katërt është të formohet një komision mjekësor i cili do ta vërtetonte shkollën e invaliditetit për këtë kategori. Dhe kërkesa e pestë të bëhet një auditim i pavarur në listat e veteranëve. Protestuesit kishin ankesa edhe për numrin e madh të përfituesve të statusit të veteranit. Që to 28.000 veje do të më konë original. I kanë shti falsa, i kanë marrë ka 5.000 euro, i kanë marrë, jëmë pasunua. E si pas veteranëve që morën pjesë në protestin e së premtes, lufta nuk e bëjnë asnjëherë për përfitime materiale. Se këna dita pa pëstuar. Se jo me mon rrugë, që se ka bon men kërkush për neve. Du ligji, u me atu ligji, i nalën rrugat. Ma rriju që ofta atyne. Këta janë vllazën tonë. Po qa ashtu është? Edhe pse protesta kaloi në mënyrë të qete pas një incident, protestuesit bën thirrje që rrogat e tyre të dalin, që të mos ketë nevojë për të radikalizuar veprime të më të tjeshme. Mos bëhet pak më modë se veteran vinë të uritua, edhe vinë nuk vesin më kështu në mënyrë parsore. Veteranët palajmëruan edhe protesta të tjera, deri në momentin e realizimit të kërkesave të tyre. Në këtë çështje do mbesim dhe do fokusohemi në pjesën e dytë të edicionit sotëm të Info Magazinës, pas pak bashkë do jemi me Agim Krasniqin, zëvendës ministri i Financave dhe Xhevdet Çeriqi nga Këshilli për mbrojtjen e drejtave të veteranëve të ushtrisë lymtare të Kosovës. Cila është zgjidhja për veteranët dhe cili është raporti me Fondin Monetar Ndërkombëtar kur ka kufizime, pas pak spoteve publicitare. Qëndroni më tutje me ne. Rikthehemi drejt për drejt në studion e Info Magazinës në fokus çështja e veteranëve të luftës të ushtrisë lymtare të Kosovës, më përkatësisht pensionet e tyre, raporti me qeverinë e Kosovës dhe natyrisht komunikimi i ekzekutivit kosovar me Fondin Monetar Ndërkombëtar kur ka dalë një telashe në fakt për të patur ose për të mos patur mundësi që të paguhen 28.000 veteran sa figurojnë në listat që duhet marrin pensione. Çfarë do ndodh me ta? Besoj se do marrim ose do tentojmë të marrim një përgjigje sot gjatë debatit. Me mua në studio është zoti Agim Krasniqi, që është zëvendës ministër i Financave. Zoti Krasniqi, mirë se erdhe në studion e Info Magazinës. Mirë se gjatë, faleminderit. Krajmi mbaj zoti Xhevdet Çeriqi, që është kryetari i Këshillit për mbrojtjen e veteranëve të ushtrisë lymtare të Kosovës, që organizoi sot protestën para ekzekutivit të kosovar. Zoti Çeriqi, mirë se erdhe në studio. Mirë se gjatë. U dat pak kënaqur me protestën sot, për arsye të mos pjesëmarrjes masive. Në protest kaq pak njerëz e aplikues sa duash. Që nuk mund të them se jemi ndot pak kënaqur, megjithatë nuk ka qenë një numër çfarë kemi prit, sepse kërkesat kanë qenë më të mëdha për të protestuar. Megjithatë ne kemi organizuar një protestë shkoku i padrejësive që po na bën nga ana e qeverisë së Republikës Kosovës. Dhe ato padrejësi janë? Po. Cilat janë? Tashmë kemi një ligj për këto kategori, i cili u garanton të drejtat e tyre ligjore, edhe në fakt këto nuk po zbatohen nga ana e qeverisë së Republikës Kosovës, dhe kjo ka qenë arsyeja sepse ne sot kemi protestuar. Më saktësisht, problemi kryesor që ju e keni në fakt, dhe që i keni shpalosur sot gjatë protestës, është problemi kryesor çështja e pensioneve. E pensioneve të veteranëve të luftës, është dashur që një javë kjo kategori të marrin pensionet. Dhe nuk i ka marrë? Nuk i kanë marrë, po ashtu kanë qenë edhe disa kërkesa të tjera. Mirë, kur jemi tek pensionet dhe fakti që një pjesë e madhe nuk i kanë marrë, cila mendoni se është arsyeja në fakt? Po ne kemi pas 2 detralla takime me përfaqësuesit e Ministrisë Punës, Mirësinë Sociale, edhe ata gjatë takimeve që kemi pas me ta do thotë kanë deklaruar se mjetet janë, mirë po nuk e di pse nuk po ekzekutohen edhe nuk po merren këto pensione. Në anën tjetër, në takimin e nesërm që kemi pas, kanë qenë deklarata të tyre të ndryshme, kur një pjesë e tyre kanë deklaruar se ka mjete, kurse pjesa tjetër kanë thënë se nuk ka mjete brenda. Mirë, ati referohemi deklaratës sot me të Ministrit Punës dhe Mirëqenie Sociale Arban Abrashi, i cili tha se nuk ka mjete në fakt për të paguar ka shumë. Edhe Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa e ka konfirmuar një gjë të tillë. Por juve, zoti Çeriqi, kur ju pyes si kritik që jeni edhe ndaj gjithë procesit verifikimit të veteranëve, ky numri 28.000, as ju duket shumë i fryrë në fakt? Ne ka ku, qysh prej fillimit e kemë vërejtë dhe kemë reagu. Se s'kanë reagu këta si qeveri, është problemi tyre. Po si të paguen këta 28.000? Po si të paguen tash ligji ju a garanton. Këta i kanë leju më fut këta njerëz aty.
Kush janë këta? Është Qeveria e Republikës Kosovës, Komisioni Qeveritar. Qeveria ka formu këtë komision edhe nuk është marrë fare me ta. I ka leju. Edhe pse kemi diskutu me kryeministrin, edhe vetë ka qenë i shqetësuar, nuk ka reaguar në këtë drejtim. Tash secilit prej tyre ja garanton ligji të drejtat. Qeveria ose komandantët, për arsye se komandantët e kanë bërë verifikimin. Po, shiqo, qeveria ka formu komisionin. Ua ka dhënë Dhe komisioni është bërë me komandant. Është bërë me EPROR. Unë nuk i përjashtoj edhe një pjesë, jo të gjithë EPROR. Nuk se ne kem zonën e Shalës, është shumë e saktë. Nuk mund të tash të fusin gjithë. Mirë po, ka është një pjesë e komandantëve, mirë po me dijeni të qeverisë janë bërë. A qeveria që nuk po e zbaton ligjin zotë Krasniqi, përsëri po sillen rreth këtij numri 28.000 në fakt, që është shumë i madh, dhe që ndoshta pritet edhe të rritet edhe më shumë. Ta sqaroj mas pare çështjen e buxhetit edhe për me pas qartë se deklarimet mund t'jenë ndryshme, po më rëndësi është që kur flasëm për numrat janë saktë. Në këtë vit, kur kem fillu me skemen... Kështu, kur flasim për para s'ka. Kur kem fillu skemen, gjithë, edhe komisioni, edhe shoqatat, edhe gjithë, në formë jenë pajtu që numre maksimal i veteranëve do t'jetë dykon rreth 12.000-13.000 vetë. Mbi këtë bazë është arrit marrëveshja me FMN, është arrit edhe është përgatit ligje, që të po i referohemi sot, edhe kjo pjesë është në momentin e fillimit të ekzekutimit është pa që diçka nuk është mirë, për arsye që pam që numri po rritet jashtë zakonisht shumë, mbi të gjitha parashikimet, cilat i ka pas edhe komisioni dhe shoqatat që janë dalë prej luftës. Në planifikimin buxhetor, si vjet fillimisht janë dalë 25 milion, do të thotë për me mblut gjithë ata numrat që janë vlerësuar që mund të jenë pjesën e veteranëve, dikon rreth 12.000. Në ndërkohë, ky numër është rrit bukur shumë edhe kam rri fillimisht dikon kur e kemi bërë rishikimin 24.000 vetë, edhe janë dalë 7 milion në rishikim të buxhetit që bojnë 32 milion. Në ndërkohë, mbrana një mujt janë rrit numri veteranëve për mbi 4.000. Tash mujnë e fundit është të ra kjo rritje, gradualisht, po tash kemi rritë mbi 28.000. Në numër për 28.000-ve, ne kemi pas edhe kemi buxhet për paga për pensionet e mujt fundit, në minus 1.6 milion. Dhe momentin që është konstatu që është ky minus për 1.6 milionve, atëherë qeveria ka përgatit një vendim që këto fondi mi marë për pjesës rezervë. Ne tash po e dim sakt që ky numër mund të lëviz... kjo pjesës rezervë? Do të thotë që këta 28.000 do paguhen? Do të paguhen, gjithë këta. Do të paguhen edhe ne do të gjejmë një zgjedhje, derisa nuk bojmë edhe nuk arrim një marrëveshje, se si do të me trajtu tash e tutje pjesën e veteranëve, ne do të, deri në atë moment që është ligjin fuqi, edhe janë këto rrethana çfarë janë, ne do të sigurojmë buxhetin për gjithë veteranët. Veteranët nuk dohet me u brengos a do të marrin apo jo pensionet, ne do të me gjetë një zgjedhje. Problemi tash qëndron që kjo zgjedhje është optimale, është në rregull, për arsye që kjo do të reflekton jo vetëm këtë vit, po do të reflekton edhe vite vijuse. Në çfarë forme do ndikoj? Do ndikoj për arsye që qoftë se po e marrim, del numri sakt, që është dikun rreth 46.000 që ka dalë. Kosto buxhetore për një vetë, flitet që me hapë edhe listat për invalidët luftës. Kosto direkte në buxhet do tjetë dikun mbi 94 milion. Me koston indirekte, që duhet me pagu gjithë këtë numër, ne mund të shkojmë dikun rreth 150 milion kosto vjetore. A kemi mundësi, si Kosovë, ta përballojmë atë, zoti Krasniqi? Asnjë mundësi, në rrethonat aktuale, ne mund të bëjmë, kur kush nuk na pengon me nal krejt investimet, mirë po kuptimin edhe njerëzor, edhe moral, po edhe kuptimin ekonomik, një gjë e tillë është e paqëndrueshme për arsye që e para gjithë po e pranojmë që ky numër është i frymë. Ne duhet të shiqojmë si mi trajtu edhe unë plotësisht pajtona që ai që është veteran, ai ka drejt plotësisht me qenë i pakënaqur. Po nuk kanë drejt as ata që i kanë fut, po edhe ata që i kanë fut në listë veteranet me qenë pakënaqur.
Kështu që na jemi të diskutu me gjetë një model ose një zgjedhje, i cila kishte me qenë e kënaqshme, edhe këto do të arrijmë shumë shpejt, për arsye që ose do të arrijmë brenda nëndorit, për me qenë brenda programit me FMN, ose e dalëm prej programit, dhe po e thomë sot besoj për herë të parë. Nuk është problem, a kemi marrë na fondet e FMN-s a jo, për ajo që është brenda programit. Problemi më i madh jonë është që ne nuk do të arrijmë stabilitetin buxhetor, stabilitetin makrofiskal. Problemi i dytë, që do të gjithë të trajtojmë, është që a kemi na drejt, plotësisht pajtona që veteranë që janë të vërtet, edhe na e dim sakt, ata do të migzu drejtat, ata që nuk punojnë do të migzu drejtat. Bile nështë e kom thonë edhe njerë për seris edhe sot, edhe ky 170 që është i vogël, për ata që s'punojnë edhe janë me të vërtet veteranë të luftës. Po, nuk kemi as një drejt, as morale, as njerëzore, na t'i ngarkojmë për 30 vitet e ardhshme, gjeneratat e reja, për mi paguat atë cilët me të vërtet nuk e meritojnë me qenë në ato listat e veteranëve. Ta zgjedhja cila është. E para që besoj se do të bëjmë një zgjedhje afat shkurtë dhe një zgjedhje afat gjatë, besoj kështu do të me trajtë këtë problem. Që ta qartësoj për opinionin publik për gjithë ata veteranë që po na ndjekin tani në këtë transmetim të drejt për drejt. Ky numër 28.000 nuk do ketë problem për të marrë pensionin deri në fund vitit, zoti Krasniqi? Deri në momentin që nuk bëhet, ne jem të i trajtu të zgjedhjet, zgjedhjet brenda kuadrit, po thonë, buxhetor, po në rast se nuk arrim me bën një zgjedhje, qëndrueshme këta për aq kohë, sa është ligji në fuqi, këta pensionet ne duhet me siguru. Këta nuk duhet me pas atë problem. Ajo që na s'ka nevojë për protestuar ju po thonë? Absolut. Ajo që na kemi nevojë tash është bashkarisht me ul. Bashkarisht po konstatojmë që numrat janë të frymë. Në lista janë njerëz të cilët nuk e meritojnë. Nuk e meritojnë fare me që në ato lista. Përgjithësia e kujt është për ta shoqëritur këtë listë? Çështja e përgjithësisë. Ne kemi gjetë një komision si qeveritar, i cili komision ka qenë informuar për qeverisë kaluame. Ai komision ka vazhdu punën e vet, se qeveria është një farë kontinuiteti, apo? Edhe ai komision zbashku me stafin tjetër që kanë punu me komandante zonave, ata kanë prodhu një gjendje tillë. Do në po befasona, po e thonë publikisht, kur kryetari këtij komisioni, e din sakt, se ka qenë edhe komandant, edhe ka qenë kur u bë transformimi FSK-s, thotë sot, po jo, na po i lëmë kështu listat si janë, po nuk mujmë i lënë listat kështu si janë. Nuk mujmë, nuk është e drejt as njerëzore, as morale, dhe nuk është edhe ekonomike. Pse du të me lënë këto lista kështu? Çka jem të diskutu? Jem të diskutu që në qoftë se ky numër insistohet që tjetë, atëherë ne detyrimisht do të detyrohemi me ndryshu ligjin. Edhe jem të diskutu opsionet me FMN jem pajtuar brenda një viti fiskal për veteranë edhe invalid luftës, aftësia ose mos me humb kredibilitetin buxhetor, mund t'i ndojmë brenda vitit rreth 50 milion. Çfarë në kupton kjo? Kjo në kupton që ne mund t'i ndojmë jo 25, si është tash, po dikun maksimum rreth 38 milion për veteran dhe 12 milion për invalid luftës. Dhe, po që se pastruan listat, unë jam i sigurt që ky fond mjafton, jo mi marr ka 170 euro, po më shumë. A mujna mi pastru listat, është një çështje tjetër. Nëse nuk i pastrojmë listat, dhe që ta përfundoj, atëherë duhet gjemë zgjedhje tjetër. Cila janë zgjedhje tjetër? Që është prapë menoj e drejt. A duhet marrë një veteran pension për i shtetit që i ka 35 vjetë? Lista kemë edhe tillë, në rregull. Ne mendojmë që nuk do se ka implikime në tregun e punës, ka implikime tjera që kanë të bëjnë me ekonominë. Do shta është mirë të shqyqojmë alternativën që mbi bazën e kategorizimit, mbi bazën e moshës me gjetë një zgjedhje. Pra, në nivel politikë është të diskutu kjo çështje, edhe unë besoj që edhe do të kemë parasysh edhe ligjin dhe do të bëjmë një zgjedhje. Po pra po thomë, kjo zgjedhje do të me qenë, unë besoj që gjithë pajtohemi e përbashkët në komunikim edhe me organizatët e veteranëve të luftës, në mënyrë që të në fakt të del një shifër e kuptueshme, jo kaq e madhe, jo ndoshta edhe më e madhe nëse i referohemi numrit të aplikuesve. Zoti Qeriqi, zoti Krasniqi po thotë se s'keni nevojë për të protestuar për arsye se qeveria do bëjë zgjidhje.
Po atëherë pse nuk janë kryer obligimet për këtë muaj? Do thotë ne po futemi edhe në muajin tjetër edhe këto obligime nuk janë kryer. Ku është problemi? A nuk ka funksionuar administrata apo ku është problemi? Problemi Ministria i bën planifikimet e buxhetit me ku. Edhe mendoj se është dashur me ku ti planifikoj këtë buxhet. Me ku se kanë ditur këtë 28 Jo, është fojë e tyre pse se kanë ditur. Sepse në komisionin qeveritar është kry ky verifikim. Është dashur të kërkojnë në raport. A keni marrë ndonjëherë raport prej këtij komisioni? Deri në fund. 3 vite e gjysmë ka zgjatë. Asnjë raport deri në fund nuk keni. As nuk keni kërkuar asnjë llogari pse po ndodhin këto vonesa. Do thotë përgjegjësia është e tyre. E qeverisë. E qeverisë, po. Për deri tash arsyetohen s'kam jetë. Qysh s'kam jetë? Pse kam jetë për drejtor bordesh deri në 5-6.000 euro? Kam jetë për 3-4 zëvendës ministra. Secili ministër t'i ketë 3-4 zëvendës ministra. Çka po punojnë ata zëvendës ministra apo ministrat apo qeveria? Ku ka arrit diçka një përparim? Po marrin në rrogat kota, kam jetë për ta, kurse s'ka për veteran. Tjetra është, ne nuk jemi fajtor pse janë bën 28.000. Ju duhet bëni zgjidhje. Po ikni edhe ju përgjithësi zoti Çeriçi, absolutisht. Unë nuk kam qenë pjesë e komisionit. Unë me kohë i kum paralajmëruar. Po të bëhen protesta për shkak të numrit të madh. Keni kujdes se po rritet numri, po e kotosh ne kemi diskutuar edhe në takim me kryeministrin. Pse nuk po veprojnë këta? Pse nuk po i hetojnë ato lista? Pse nuk po bëhet një auditim i pavarur? Pse nuk po funksionon prokuroria shtetit? Për çka paguhet ajo? Po dëmtohet buxheti i veteranëve, po dëmtohet imazhi i luftës së Turqisë. Edhe nuk po veprojnë në këtë drejtim. Mjetet mjaftueshme ka për delegacione, për shërbime e shëtitje nëpër Evropë, e nuk ka mjete për këtë kategori. Ne faji është i tyre, nuk është i yni. Me ko i kemi paralajmëruar pse nuk kanë vepruar, tash është do të më bën zgjidhje. Po, zoti Krasniqi, duke nisur nga ajo çfarë konstatoi zoti Çeriçi kur tha sepse nuk janë kryer obligimet, deri tek pjesa tjetër, kur thotë se ka para për gjithçka tjetër, përpos për veteranët. Shoni, unë edhe në diskutime se tash i patën dëgjimet buxhetore, kam dëgjuar që këto që po thotë edhe zoti Çeriçi që ka shpenzime tepërta, ka shpenzime të luksit kisha mi qujt. Unë po ju thonë që shumica këtyne gjona nuk janë planifikuar në buxhet. Është përgjegjësi e çdo kush, edhe çdo kush do të jep llogari nëse nuk respekton ligjin për buxhet. Nuk është më punë e ministrit edhe Ministrisë Financave. Që po du me thonë është që në rast se shiqojmë, vetëm 2 vitin e fundit, gjitha këto shpenzime, cilat i përmeni zoti Çeriçi, shumica atyne janë të reduktuar me bukur shumë. Ajo që e përmeni çështjen e bordeve, janë vendimet ku vendit dhe ne duhet me respektu. Jo, obligimet fillimisht i përmendi, obligimet pse janë kryer për veteranët. Obligimet nuk janë kryer për arsye që më thash, gjithë jemi pajtuar fillimisht që numri maksimal do të jetë rreth 12.000, maksimum 13.000. Kështu kemi thonë, më fal veç ta përfundoj. Edhe ky planifikim i buxhetit është bën mbi këtë bazë. Në momentin që është konstatuar që ky numër po rritet në mënyrë çfarë është rrit, është intervenuar në rishikim të buxhetit me 7 milion. Tash po shohim që nuk mjafton kjo, prap do të gjejmë zgjedhje. Edhe zgjedhja është, besoj që njëvën tjetër gjithë veteranë do të paguhen. 3 mujorshin e fundit, qeveria do të ulmi diskutojmë, edhe ne nuk besoj që do të gjejmë një zgjedhje. Nuk mujmë me thonë tash, nuk do të gjejmë mjete nëse ky ligj edhe ky numër mbetet në lista. Ne do të tentojmë prej tash me njerë urgjent. Të bëjmë zgjedhjen afaqshkurt edhe besoj, edhe jam shumë i bindun, që na do të vim në një pozicion ku do të ulmi bashkaresht edhe shohim realisht t'i pastrojmë këtë lista. Për ndryshe nuk ka asnjë kuptim. Nuk ka kuptim as ekonomik, po nuk ka kuptim thash se po e ngarkojmë gjeneratat e ardhshme dhe po e ndikojmë në gjithë sektor tjerë. Qose na ndojmë ka 100 milion për këto kategori, atëherë ne do të kemë dim që kemë ma pak arsim, ma pak drejtësi, ma pak shëndetësi, dhe nuk është kjo as në interes të veteranëve, nuk është as në interes të përgjithshëm shoqëror. Zoti Çeriçi? Po shpjegimin e dha zoti Krasniqi. Po e dha shpjegimin, po sa i përket numrit që thot
zëvendës ministri, se nëse mbetet ky numër, kush është fajtor që është bon ky numër, është qeveria që ka certifiku, edhe qeveria po ja qetë borë qytetarve, këta njerëz, pa kontribu, po përfitojnë për gjithë jetën. Ka ku që jem taku disa herë me kryeministrin, me zyrtarët të qeverisë. Kemi kërku një auditim të pavarur. Pse nuk e bëni këto? Pse nuk i pastroni këtu listë? Ju i keni certifikuar. Nëse janë interesat politik, në fakt, për patur më shumë veteranë dhe me patur më shumë votë? Janë interesat politik, janë militant partijak të partive në pushtet, po ashtu edhe ka njërës të cilët... Të njerës partija, po që të dyjave? Që të dyjave, po. Ja, më falë, unë po nisna prej parimet vetë, 1-2-3 herë më kanë thirë me marrë librez, nuk u marrë. As për vetë, as për kërkan, më falë. Të tjerët kanë marrë. Unë nuk e din fakta i cilës partije... Ta kemë qartë, po jo, po s'ku marrë se... Po, të tjerët kanë marrë, të dy partive. Kam informatat sakta. Mirë, gjdo kush përgjigjet për punën e vetë, apo? Mirë, është kjo e vërteta, zoti Krasniqi, që partit janë munduar të rahatojnë militantët, nuk i bërë veteranë? Në bazë të ligjit, vetëm pak do të ndërprej. Në bazë të ligjit është dashur që t'i publikujnë listat e ankesave. Pse nuk janë publiku? Shkaku i paregullësive qaqë të mëdhaja që ka. Zoti Krasniqi? Nuk i ka publiku qeveria. Për rahatimin e militantëve që fale tha, zoti Qeriqi, të lutem një përgjigje? Unë nuk di që është bani një gjohë atil, unë e di një diçka tjetër, që ata që kanë pas përgjësi edhe është dasht, për në me mbrojt vlerat e luftës, ata janë komandant e zona, është dasht jenë shumë kujdes që me rastin e artimit këtyne lista, pajtona që edhe komisioni qeveritar, u dasht jetë maj kujdeshëm, edhe në qovë se ka gjona tila, unë besoj që edhe Zotit Qeriqi dhe tjertë është mirë, ne kem kërku edhe është besoj një proces që duhet të jeton këto lista, me i ofru prokurorit edhe ata duhet më marrë me këtë rast. Po, realisht duhet me po gjendjen. është shumë problem me i hetu 20.000 vetë që në për këto lista. Ne do të ulmi bashkarisht me gjithë një zgjedhje. Gjithë e dim, edhe komandant e din, sakt. E din sakt cili është numri. Në vitin 2000, edhe masane, në vitin 2001, po të njëjtit komandant kanë pregadit lista. Dhe ato lista e ndërzu edhe një jam, edhe e ndërzu kërë bo transformimi me FSK-s në ushtëri. Prandaj listat me një vullnet pak të mirë, gjithve, mund të pastruohen edhe besoj që do të mu pastruohen. Si është në krasim këni numër 28.000 dërim tani, ose numëri i aplikuesve në raport me shifrat e IOM-it, që i ka për veteranët? Jashtë zakonisht i madhë. Numrat e parë, krejt veteranët kanë qenë rreth 14.000. Unë besoj që edhe Zotit Qeriqi edhin. Prej 14.000 tash me ardhë, bi 50.000, të i përsi edhe invalidët e luftës, kjo të regon si është zhvillu shpërputjet madhe. Prandaj ne duhet të ulmit që qojmë, bashkarisht të gjojmë një zgjedhje. Unë besoj që, edhe jam shumë i bindën, asë një veteran, i cili kanë drejt, aj që është veteran, po ata veteran që janë për një veteran me rita, nuk është që ne mos bëjmë një zgjedhje. Këtë zgjedhje duhet ulmi bashkarisht, unë besoj që është të diskutu nivelin, po thonë, matë lartë, në nivel qeveris, se cilat masa mi marru. Unë i përmenë 2-3 elemente cilat ndoshta në kuptimin a fatë shkur do t'i marrëm shpejt e shpejt si qeveri, për me qenë brenda kornizës e po flasë bugjetore në rend parë, mirë po me gjithat, prap, kjo është veç mendimi jam, ju kërkoj fali po du me potencu. Unë mendoj që lista do të më pastru, nuk ka asë një kuptim, heq, me ngarku generatat e arshme, me një diçka që ata nuk e meritojnë edhe me aprish, po thamë, stabilitetin e tyne, nuk e meritojnë edhe të armen e tyne, nuk e meritojnë. Këta do të me kuptu të gjithë. Unë besoj që edhe në qeveri edhe të shoqatat e kemi të njëjtin mendim. A jeni të gatshëm ju, Zotit Qeriqi, në fakt për të kontribuar në fakt që ky numër të vije në një realitet? Kem qenë të gatshëm. Apo s'po ju marrin parasysh kështu? Absolut. Ta kanë qenë në DNI, ka qenë DNI edhe kryeministri ku jemi taku, që po frynën listat. Po organizata e veteranëve të luftës? Edhe organizata e veteranëve besoj që është e gatshme. Unë pa bitën në prokurorinë e shtetit, pse s'po reagon, kur vrejen dyshime që ka brenda këtij komisioni, edhe nuk po reagon në këtë drejtim. Nuk mund të reagoj.
Jo, mundeni ju të reagojmë, pse jo? Unë mundem të reagoj për shembull për një person, por këtu ka dyshime shumë. Janë arkivat, pse nuk merren me arkiva? Pse nuk bëhet një auditim i pavarur? Kush ta bëj auditimin? Një auditim i pavarur. Të formohet një komision edhe të bëhet një auditim të tuën. Secili aplikacion të verifikohet. Dhe të publikohen? Dhe të publikohen. Pse nuk publikohen listat e ankesave? Atë shkaku i paregullësive të mëdha, se sidomos në procesin e ankesave kanë ndodhur ato paregullësit e mëdha. Kjo nuk po bëhet. Borë e kësaj shoqërie, edhe për në tarmen, në rast se vazhdoni kështu, jeni ju si qeveri që po e ngarkoni. Po e ngarkoni këta qytetarë me shumë vujte të tjera të paguajnë dhe të toksa padrejtisht. Dhe Krasniqi? Kjo është që po thëtë Zoti Qeriqo po e kuptoj prej pozicionit tina plotësisht po e kuptoj, po unë e thash fillimisht që ky komision ka qenë i formuar kur ke marrë. Ashtë kështu, Zoti Qeriqi? Këto liste e kanë bo komandantë e zonave, edhe kjo është e vërtet. Prandaj, ne ju kemë besu edhe komisionit, i kemë besu edhe komandantëve, edhe kemi nisë një proces, kemë bo një legjë, për arsye që kemë dashur me bazë zgjedhje për veteranët e luftës. Në proces, ky proces ka degradu, edhe kemi ardhur këtë piku e kemi ardhur. Tash do të bëjmë zgjedhje. Unë e thash, zgjedhjen është të diskutuar nivelin më të lartë politik, mes dy partive, dy liderëve, dy liderëve dhe ata duhet dalim bashkarisht me masat cilat unë i përmena disa që kemi diskutu, po të shohim cilat do të jenë veprimet e ardhshme. Unë e thash mendimin tem, ka mundësi dhe duhet shpejt me intervenu, në kuptimin afat shkurt me ba disa masa që për mos pas problem me pagesa për veteranë që e meritojnë, dhe bashkarisht, me njerë mas ty në masaf që po e qujmë afat shkurte, bashkarisht, duhet me hyje dhe, kjo është mendimi jem, duhet me pastru listat. Pa pastrim të listav, unë mendoj që mund të bëhet një zgjedhje përkohshme, po jo afat gjatë. Mirë, një element tjetër që është diskutuar shumë, edhe që është konstatuar edhe nga Ministri Punës dhe Mirëqenie Sociale, është se shumë veteranë të luftës së ushtrisë lindare të Kosovës, cilët janë përfitues të statusit dhe cilët kanë qenë të punësuar në fakt, të edikun me një rrogë, po e quaj kështu, minimale, kanë lënë punën në mënyrë që të jenë përfitues të statusit të veteranit, cilat janë informatat tuaja, Zoti Qeriqi, për arsye se edhe kjo është shumë me rëndësi. Po shiqoni edhe sot vazhdojnë, kemë shumë veteranë të cilët vazhdojnë punën në për institucione të ndryshme. I ka një numër të madh që e kanë lënë punën? Ata nuk e kanë lënë punën, sepse morën një pagë të dinjitetshme. Por tash, një veteran i cili ka punu për 170 euro, atëherë e ka po ma të arsyeshme ta lërë punën edhe ta marrë këtë pension. Është arsyeshme kjo për juve? Po nuk ka kur gjë të keqe, se këta kanë premtu shumë vendet punës. Paktën ky vend është liru, se asë një vend tjetër nuk e kanë realizu. Që ka pasur vendin e punës, në fakt, tjetë... Kur e ka ba të para logaritjet, ma mirë i ka dollë që ta marrë këtë penzion se sot punoj, sepse ka pas shpenzime gjatë ku e so ka punu, kështu që me siguri është punësu dikush tjetër, aty të paktën e ka zonë vend të punës. Unë besoj pak rase, kjo absolut nuk është në regull, po ne duhet bëjmë zgjedhje brenda ligjit, duhet ta amendamentojmë ligjin, se nuk është e drejtë një 35 vjeçar me lënë vendin e punës edhe me qenë brenda listës, po këtyne listave. Një gjë që deshta me thonë është që Zoti Qeriqi e përmeni kjo qeveri, çka është të bë. Unë veç një element po du me thonë, sot e kemi përfundu misionin me FMN-n. Në të gjitha pikat jemi pajtu, për herë të parë, po e kthejmë aty ku dashtë me vazhdu buxheti i shtetit, po e kthejmë në 2 miliard në mbi 700 milion investime. Nga jo që ka qenë 460 milion që është pritet ose maksimumi 500 milion të investuon këtë vetë. Do të thotë, kjo qeveri është shumë e përgjegjshme. Biri 2017 do gjej Kosovën me një buxhet 2 miliardëve. As një vendim në këto 2 vitet e fundit, jo nuk mundi me gjetë që është vendim populist. As një vendim nuk mundi me gjetë 2 vitet e fundit i cili është mbi parametrat ekonomik. Shema, nuk është populist vendimi i faljes borxhe? Asnjë. Deri me sot,
diçka o premtu, nuk është po. Është premtu vendet punës, se sikur të kish vendet të punës me paga dinjitetshme, secili veteran është i gatshëm që të punej. Po në fakt ka ndodhe kundërta, po mbyllen vendet e punës. Është mbyllë Feronikli, po mbyllen çdo ditë pa ankuar punëtorët. Po ndodhe kundërta, nuk e di ku unë nuk pesha zhvillim, sikur të kish vendet punës, ne besoj secili veteran. Ta ketë një pogë të dinjitetshme, është i gatshëm të punoj. Unë jam politik, po një farë teknokrate shumë i madhë. Kjo mundësi, asë një veteran pa luftës. Unë flasë vetëm mbi bazën e numrave. Nuk flasë sikur këta politikanë tjerë që jepin premtime. Unë po flasë mbi bazën e numrave, ekonomik. Vendet e punës, nëse shqojmë, këto 2 vitet e fundit nuk janë zvoglu, janë rritë. A janë rritë sa dohet vendet e punës? Jo. A do të vjen krejt kjo rritje përmes qeverisë, na do të me kuptu që nuk mund vjen. Prandaj do të mi hapë horizonte të reja edhe ne jem të punu këtë drejtim. Mos harroni, ne kemi bënë një politikë fiskale që është favor të punësimit. Kemi zvoglu taksat pjesën që ka të bëjë me prodhim, me vendet reja të punës, me ju mundësu investitorëve të ri. Të e bëdhe këtë element, ne kemi rritë bugjetin. Për herë të parë, asë një mjet i cili vjen prej tyrave të njershme, nuk jem të e përdor për rritje të luksit, as pagav, po jem të e përdor vetëm për investime, e këto investime nënkuptojnë vendet të reja të punës. Mos harroni, po të vazhdojnë të politika e ma hershme, ne sigurisht do të ishme në pozitë shumë atë vështirë. Ky është debati për çështjen e veteranëve dhe qeverinë në raport me Fondin Monetar Ndërkombëtar. Zoti Qeriçi, zoti Krasniqi, faleminderit shumë që ishit pjesë e Infomagazinës. Një lajm doli, në fakt dolën më shumë lajme nga konstatimet e zotit Krasniqi. Javën tjetër do ketë pensione për veteranët, ndërkohë që po kërkohet një zgjidhje afatgjate, për arsye se për një zgjidhje afatshkurt ekziston mundësia. Faleminderit edhe një herë që ishit pjesë e debatit sot në Infomagazin dhe faleminderit edhe ju shikues të nderuar që keni qëndruar me neve deri në këto momente. Vazhdoni të jeni edhe më tutje me Klan Kosovën. Mirëmbëngjes.